Në Kosovë sot filloi shërbimin e tij grupi i dytë i vullnetarëve të Korpusit Paqes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vullnetarët e këtij korpusi do të punojnë për 2 vjet me radhë, kryesisht në mësimin e gjuhës angleze në shkollat e mesme në mbar Kosovën. Fillimi i shërbimit të vullnetarëve të këtij korpusi është vlerësuar si një hap drejt forcimit të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. 36 vullnetarë të Korpusit të Paqes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës filluan sot punën e tyre 2 vjeçare në Kosovë, ndërsa u dhan fund përgatitjeve disa muajshe në disa zona të komunës së Kamenicës në Kosovën Lindore. Ky është grupi i dytë i vullnetarëve, të cilët pritet të japin mësime të gjuhës angleze në shkolla të ndryshme të Kosovës. Disa prej tyre veçuan mikpritjen dhe mësimin e gjuhës shqipe. Së pari, do të donim të ju falenderojmë ju, zoni Presidente Atifete Jahjage, që keni fituar Korpusin e Paqes në shtetin tuaj të bukur. Shumë prej nesh do të pajtoheshin me mendimin se Kosova është tesori i Evropës. Atë kujtohet here e parë, kur u takuam në zyrën tanë dhe ju na thatë që kur të takohem herën tjetër, ne do të jemi në gjendë të komunikojmë në Shqip. Shpresoj që ja kemi dalë dhe ju lutem. Në falin e qoftë të gabime. Secili prej jush në kanë ndihmuar në formatimin e eksperiencit son këtu, duke na ofruar mjajtet e mjaftueshme për të mbijetuar dhe për të integruar sa më mirë në komunitet për 2 vitet e ardhshme. Ne gjithashtu dihet të falenderojmë mësuesit tanë të gjuhës dhe kulturës shqipe, e sidomos pritën, sepse breti dhe brita nuk do të ishin të kompletuar pa prita. Në shtator të vitit 2013, Kosova dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruan marrëveshje ndërshtetërore për hapjen e programit të parë të Korpusit të Paqes. Kosova është vendi i 140 i mikpritjes së tij. Drejtori i këtij korpusi në Kosovë, Steven Kuci, tha se programi i Korpusit të Paqes paraqet atë që është më e mira e Shteteve të Bashkuara. Though times have changed, Peace Corps has adhered to the unchanged goals of its founding. Edhe pse kohërat kanë ndryshuar, Korpusi i Paqes u përmbahet qëllimeve të pandryshueshme që nga themelimi i tij, dhe ajo ka 3 qëllime: ndihma për shtetet e interesuara në përmbushjen e nevojave të tyre për të pasur burra dhe gra të afta dhe të trajnuara, ndihma në promovimin e njohjes më të mirë të amerikanëve nga ana e popujve ku vullnetarët shërbejnë dhe ndihma në njohjen më të mirë të vendeve mikpritëse nga ana e amerikanëve, tha ai. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjage, tha se programi është një hap drejt forcimit të bashkëpunimit ndërmjet 2 vendeve. Familjet kosovare nuk i hapën vetëm dyert e shtëpive të tyre. Ata i hapën edhe zemrat për të akomoduar vullnetarët nga shteti më mik i vendit tonë. Nga shteti i cili mundësoj që ne sot të jetojmë të lirë dhe besoj që Kosova do të ndërtoj paqen. Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawy, tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të besin për krah Kosovës. The United States aims to be Kosovo's closest friend and supporter. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë për synim që të jenë miku më i ngushtë dhe mbështetës i Kosovës. Partneriteti ndërmjet vendeve tona është i thellë dhe i gjithanshëm dhe ne punojmë shumë çdo ditë që të çojmë përpara agjendat tona të përbashkëta për demokraci, siguri dhe prosperitet, tha ai. Korpusi i Paqes është themeluar nga presidenti John Kennedy në mars të vitit 1961, që atëherë më se 210.000 amerikanë kanë shërbyer në 139 vende të ndryshme të botës në çështjet që nga lufta kundër sëmundjeve në fushën e arsimit, teknologjisë informative e deri te mbrojtja e mjedisit. Për 2 vjet me radhë vullnetarët do të punojnë në programin e mësimdhënies së gjuhës angleze në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.